Këtë ngjyrë të syve do të kenë fëmijët tuaj sipas shkencës. Për fat të mirë, ne jetojmë në një kohë ku shkencëtarët kanë bërë aq shumë hulumtime me këtë temë, saqë mund të na bindin me përgjigjet e tyre për sa fëmijët mund të vinë në jetë. Kështu që sipas ekspertëve, ekziston një kombinim i ngjyrave të syve të prindërve që tregon se çfarë ngjyre të syve do të kenë fëmijët tuaj. Sipas shkencës moderne, mund të parashikoni karakteristikat fizike që fëmijët tuaj do t'i marrin nga ju. I gjithë ky informacion është koduar në gjenet tona, të cilat mund të jenë të dobta ose të forta. Në listën e paraqitur më poshtë mund të shikoni përqindjen e mundësive të asaj se çfarë ngjyra e syve do të jetë edhe për të voglin tuaj. Kështu, nëse sytë tuaj janë kaf, predispozita e fëmijës suaj do të jetë gjithashtu më e madhe drejt kësaj ngjyre. Kombinimi i ngjyrës ka të bëjë gjithashtu edhe me forcën. Sy kaf, 75% kaf, 18.7% jeshil, 6.2% blu. Jeshil plus kaf, 50% kaf, 37.5% jeshil dhe 12.5% blu.